E po, uji mbulon në rreth 70% të planetit tonë, apo jo? Por, sërish, ne gjendemi përballë një krize të vërtet globale. Mirë se vini në këtë shpjegim, ku do të bëjmë një udhëtim fantastik për të kuptuar diçka shumë të thjeshtë, por thelbësore. Çdo pikë ka vlerë. Ky është një plan i qartë për kursimin e ujit. Do të zbulojmë bashkë se si zakonet tona të përditshme, pikërisht brenda shtëpive tona, mund të kthehen fjalë për fjalë në një mburojë për natyrën dhe natyrisht për të ardhmen e fëmijëve tanë. Le të fillojmë. Çdo pikë ka vlerë. Ne shpesh e harrojmë këtë, por uji nuk është i pafund. Kjo nuk është thjesht një shprehje e bukur, është një realitet i pastër shkencor. Vetëm imagjinoni, më pak se 1% të gjithë ujit në tokë është i lëngshëm, i ëmbël dhe i pishëm. E pabesueshme apo jo? Një pikë vetme mund të duket krejt e parëndësishme kur bjen nga rubineti, por në fakt është baza absolute e jetës. Pa atë pikë të vogël, asgjë nuk ekziston. Dhe pikërisht ashtu siç natyra mbledh pikat pafundme për të krijuar lumenj madhështor dhe liçene të mrekullueshëm, edhe zgjedhjet tona të vogla në familje bëjnë saktësisht të njëjtën gjë. Miliona pika bashkohen për të mbajtur gjallë shëndetin ton, bujqësinë dhe vetë komunitetet ku jetojmë. Është vërtet si një pazmë e madhe, ku çdo veprim i ynë i vogël është një pjesë e domosdoshme që mban gjallë një planet të tërë. Por ja ku është një realitet vërtet tronditës. Miliona litra ujë shpërdorohen çdo ditë të vetme. Mendoni pak për rubinetin që lëm hapur në mëngjes kur lajm dhëmbët. Nëse të gjithë në një qytet e bëjnë këtë, ne po humbasim ujë të mjaftueshëm për të mbajtur gjallë një pyll të vogël. Çdo litër i derdhur kot nga pakujdesia jon është një pjesë e së ardhmes son që thjesht po na ikën nga duart. Atëherë le të kalojmë te thyerja miteve për kursimin e ujit. Është koha të hedhim poshtë disa keqkuptime mjaft të rrezikshme që na rrethojnë. Miti numër 1, dhe ndoshta më i përhapuri, është ai se ka gjithmonë ujë të mjaftueshëm. Shpesh mendojmë se ka një sasi të pafundme që na pret prapa rubinetit ton, por ky është një iluzion. Realiteti është se shumë vende të botës po përballen aktualisht me mungesa jashtëzakonisht serioze dhe thatësira të mëdha. Nëse i besojmë verbërisht këtij miti, ne thjesht krijojmë një ndjesi të rreme sigurie që nxit akoma më shumë shpërdorimin e përditshëm. Miti tjetër, një rubinet i hapur nuk bën diferencë. Ndoshta e kemi menduar të gjithë kështu të paktën një herë, apo jo? Por ja cili është realiteti. Miliona litra ujë shpërdorohen çdo ditë nga pakujdesia. Një rubinet i vetëm që pikon në shtëpi mund të humbas mbi 10.000 litra ujë në një vit. Kjo është një sasi e barabartë me një pishin të vogël. Një pakujdesi kaq e vogël brenda shtëpisë son kthehet rrufeshëm në një krizë të madhe natyrore jashtë saj. Dhe miti i tretë krejtësisht i gabuar. Kursimi i ujit është i vështirë, absolutisht e pavërtet. Ne nuk kemi asnjë nevojë të jemi superheroj të mjedisit apo të heqim dorën nga dushi. Realiteti është se veprimet e vogla të përditshme kursejnë një sasi masive ujë. E gjitha çfarë duhet të bëjmë është të jemi qytetar të zgjuar, prindër dhe fëmijë që bëjnë zgjedhje të thjeshta dhe të mençura së bashku. Këto veprime të vogla janë arma jonë më e fortë. Dhe e dini cila është pjesa më e bukur këtu? Kemi të bëjmë me një situatë ku fitojnë të gjithë. Një ndikim të dy fishte jashtëzakonshëm. Nga njëra anë kemi mbrojtjen e natyrës, ne ndihmojmë ekosistemet të lulëzojnë, mbrojmë habitatet e kafshëve dhe ulim presionin mbi burimet natyrore. Nga ana tjetër, kemi ndihmën e drejt për familjet, uljen e faturave të ujit, mbrojtjen e ekonomisë familjare dhe shmangjen e shpenzimeve të kota. Pra, duke mbrojtur tokën, ne njëkohësisht po kursejmë paratë e fituara me mund. Pra, cilat janë saktësisht këto veprime? Le të shohim disa zakone të përditshme për familjet për të kuptuar se si mund të mbrohet uji së bashku si një skuadër e vërtet. Hapi i parë, mbyllja e rubinetit kur nuk përdoret. Është aq e thjeshtë sa të mbyllim ujin kur fëmijët po fërkojnë dhëmbët para gjumit. Së dyti, riparimi i menjëhershëm i rrjedhjeve. Kjo madje mund të kthehet në një lojë fantastike detektivesh në fundjavë, ku fëmijët ndihmojnë prindrit për të gjetur se ku fshihet pika që pikon. Dhe së treti, përdorimi i pajisjeve shtëpiake që kursejnë ujë. Kjo e bën teknologjinë aleatin ton më të ngushtë. Këta hapa kaq praktik e mbajnë ujin në lumenj dhe parat në portofolin ton. Por, le të jemi të sinqertë. Kjo shkon shumë përtej thjesht mbylljes mekanike të një rubineti. Bëhet fjalë për një ndryshim të plot të sjelljes. Përdorimi i ujit me përgjegjësi, shmangja e harxhimit në punët e përditshme të shtëpisë dhe më e rëndësishmja, edukimi i familjes dhe komunitetit. Kur të vegjëlit shohin prindrit të tregojnë kujdes ndërsa lajnë enët, ata nuk mësojnë thjesht një rregull, ata po mësojnë të bëhen rojtar të natyrës. Kjo kulturë ndërgjegjësimi është në të vërtetë trashëgimia më e çmuar që mund t'i lëmë shoqërisë.
Dhe gjithë kjo na sjell në mënyrë të natyrshme tek pika jonë përfundimtare, mbrojtja e të ardhmes son. Duke zgjedhur ta përdorim ujin me mençuri sot, ne po garantojmë një premtim madhështor për brezat që do të vinë pas nesh. Kurse ujin mbroj jetën, ndrysho të ardhmen. Kjo nuk është thjesht një fjali, është një thirrje thellësisht frymëzuese për veprim. Çdo familje mund ta përqafojë këtë që në këtë moment për të siguruar që fëmijët tanë të trashëgojnë ujë të pastër dhe komunitete plotësisht të qëndrueshme që vetëm lulezojnë. Ndërsa po i vim fundit këtij shpjegimi, le të reflektojmë paksa mbi këtë pyetje jetike. Si do ta formsojmë veprimet tona të sotme, ujin e së nesërmes? Ne jemi autorët e kësaj historie, dhe zgjedhjet e përditshme që bëjmë bashkë me familjet tona po shkruajnë të ardhmen e këtij planeti. Kështu që le ta kthejmë secili shtëpinë tonë në një oazë të vërtet të qëndrueshmërisë. Sepse mos e harroni asnjëherë, çdo pikë ka vlerë.